Policia e Lezhës ka identifikuar autorët e dyshuar të vendosjes së një lëndë plasëse në fshatin Balltren i vjetër, ngjarje e regjistruar në orët e para të mëngjesit të 10 qershorit. Sipas hetimeve paraprake, lënda plasëse ishte vendosur në një sipërfaqe toke, ndërsa fatmirësisht nga shpërthimi nuk janë shënuar dëme në njerëz apo pasuri. Në kuadër të operacionit policor është vënë pranga 55 vjeçari Astrit Avdiaj, banues në Tiranë, i dyshuar si një nga personat e përfshirë në këtë ngjarje. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij, dyshuar 35 vjeçari Ermal Zalla nga Kruja, është padhur në kërkim nga strukturat e policisë dhe po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Sipas të dhënave hetimore, Zalla nuk është një emër i panjohur nga autoritetet. Ai rezulton të jetë arrestuar edhe më herët, pasi ishte kapur në posedim të një pistolete me silenciator dhe një telefon celular i cili dyshohej se do të përdorej për aktivizimin e shpërthimeve në distancë. Pavarësisht identifikimit të autorëve të dyshuar, motivet që çuan në vendosjen e lëndës plasëse mbeten ende të paqarta. Për këtë arsye, hetuesit po vijojnë verifikimin dhe mbledhjen e provave për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe qëllimin e ngjarjes. Materialet procedurale janë referuar policisë së Lezhës, e cila po ndjek hetimet për zbardhjen e plotë të rastit dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore të personave të përfshirë.